kush e vizatoi shpirtin? Kush e vizatoi shpirtin tim? A ishte dora e padukshme e universit që më hodhi mbi telajon e pafundësisë, me ngjyrat e dritës dhe hijet e ankthit. A ishte koha, piktorja e heshtur që më përplasi me penela stuhie e pastaj më qetësoi me tone agimesh. Apo dhimbja, ajo mjeshtre e fshetë që gdhendi rrudha të padukshme në brendësinë e shpirtit tim. Kush e vizatoi shpirtin tim? A ishte dashuria që i dha ngjyra të zjarrta si petalet e një trëndafili që digjet, apo shpresa që i shtoi dritë si një yll që refuzon të shuhet? Ndoshta e vizatuan të gjitha bashk: koha, dhimbja, dashuria, shpresa, duke më lënë të kuptoj se shpirti nuk është një pikturë e përfunduar, por një telajo e përjetshme, ku çdo frymëmarrje shton një ngjyrë të re dhe çdo hap lë një brush të re mbi të.